Hapja e vitit gjyqësor nuk përcakton vetëm një kalendar të ri të pune, por shënon hapjen e një kapitulli të ri për përgjegjësie të përbashkët, për shtetin e së drejtës, për besimin e qytetarëve dhe për autoritetin e sistemit të drejtësisë në vendin tonë. Ky vit gjyqësor përkon me një moment domethënës, 10 vjetorin e nisjes së reformës në drejtësi, reformës më të thellë dhe më transformuese në historinë institucionale të Republikës së Shqipërisë. E ndërtuar mbi një konsensus të gjerë politik dhe me mbështetjen e pakushtëzuar dhe të fortë të partnerëve tanë strategjik, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, reforma ishte përgjigja e domosdoshme ndaj një krize të thellë besimi në sistemin e drejtësisë. Reforma në drejtësi gëzoi mbështetje të madhe publike dhe krijoi po ashtu pritshmëri të larta për një drejtësi të pavarur, funksionale dhe me integritet. 10 vjet më pas, rezultatet janë të dukshme. Shumica e qytetarëve besojnë se epoka e pandëshkueshmërisë ka filluar të marrë fund. Raportet ndërkombëtare, mediat dhe publiku me të drejtë i kushtojnë vëmendje aktivitetit dhe sukseseve të SPAK-ut dhe GKK-s, por në sistemin tonë të drejtësisë kemi edhe struktura të tjera, gjyqtar e prokuror, të cilët po me kaq përkushtim, profesionalizëm, dinjitet dhe përgjegjësi kanë arritur të japin drejtësi.